Dhe thot, a llogaritet ankesë kur njeriu tregon për smundjen e vet. Nëse je i sprovuar me çka do kof dhe e tregon atë smundje, atë sprov, atë bela, a llogaritet ankesë, nga se ankesa vjen ndesh me sabrin. Kur ti ban of, kur ti rënkon, kur ti dënes, kjo vjen ndesh me sabrin. Nga se besimtari është i kërkuar me sabër. Inna Allah me as-sabirin, Allah me sabërlit. Isbiru wa sabiru, bëni sabër dhe lidh në vetën me sabër. Andaj këto ajete e nxisin besimtarin që mos të ankohet. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar besimtarin me ankue, me vajtue. Mirë po, andodh që besimtarin me kallxu për sprovën e vet, dhe kjo mos më u llogarit ankesë, po. Dhe i ka pru dy raste Imam Buhariu. Njëri me pejgamberin alayhi salatu wasalam, edhe njëri me shokët e vet. Rasti kur i ka ndodh me veten e vet është rasti e Abu Said al-Khudriut, kur ka shkuar te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe ka qenë shumë i sëmur dhe në smundje dhe ka ndruar jetë. Dhe e ka pa pejgamberin sa shumë të ranum dhe të ngarkuar nga smundja dhe i lodh. Edhe i ka thonë, ja Rasulullah, shumë e pas ke trupin e nxehtë, edhe tesha ti pas ka nxehtë. Ka thonë, po, çështu? Neve na ngarkohet belaja, neve na shtohet belaja, se na pejgamber sprovojmë më shumë sekret, pastaj na shpërblehet edhe më shumë se sa të gjithë tjerët. E kjo çka argumenton? Se ka kallxu për sprovën, mirë po nuk është ankue. Andaj kur ka hyje njëri prej sahabive që ka transmetuar Imam Buhariu te pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe ka thonë, ja Rasulullah, sa shumë kokë i smut. Ka thonë, po, sa dy pijuve. Sa dy pijuve. Pra njani që ka i dhem krija pijuve, mu e dy dhimbtat e dy burrave të fortë pijuve, mu ka ndonë veç vetë. Kjo çka tregon? Se së shtangu, po ka dash mi kallxu se sa dhimbt kam, në kuptimin se është lajmërim, është njoftim. Andaj besimtari kur lajmëron dhe kur njofton dhe e di prej vetes vet se s'është u ankue, nuk ja u shpërblimin. Nuk ja u shpërblimin. Ose për tjetrin kur ti kallzon, vallahi filani be e ka një sprov. E ka një sprov, e ka një bela, mirë është me ndihmue, mirë është me jazgjat dorën. Kjo a na lejohet dikush me na thonë neve, lejnë të bëhet sabër. Jo, se ne du kallzu për hallin e tina. Haja du bëhet sabër, po ne jemi du kallzu për hallin e tina. Për këtë arsye, lajmërimi për sprovën çka e ki, nëse nuk je tu ankue, nga se thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, kujt kimi u ankue? Krijesës për krijuesin? A kimi thonë doptit, më ka sprovu i forti? Katë është. Nëse ti sprovohesh me smundje, Allah na ruaj nga të gjitha smundjet, dhe i shëroft muslimanët e sëmur. Kur ti, për çdo lloj sprove, kur ti ankohesh njerit, vallave çështu. Kush pyetja e parë, kush ta ka thënë vëlla këtë bela? Zoti. Po tu çfarë të më anku mua kur jam edhe unë jam rob si ti. Robi ti ankohet për Zotin e vet. Kjo bela e dytë. Një bela që e ki dhe një bela që jetu ankue. Andaj mos u anko. Pejgamberi sa me ka ndalu ankimin dhe ka thënë se kjo është prej kufrit. Vajtimi me vajtu me gristeshat, e me thonë çam ka ndodhur mua. Kjo nuk lejohet. A çka lejohet piksajna? Me kallxuar nëse të vet dikush, sikur doktori. Ku ato dhim çuto? S'prish pun kjo. Nuk prish pun kjo për me tregue një rëndes pa ju anku, pra nuk jetu i anku të atina. Dhe e dyta është rasti Abdullah ibn Zubairit, kër e kanë rrethu shtëpinë e tina në Mekke dhe kanë dashur me vraje, edhe nana e tij, çika e Abu Bakr Sidikut radhiyallahu an, ka qenë e sëmur dhe plak. Dhe ky ka pas shef që mos të vritet para nanës vet e ta shohë nana vet. Andaj ka thonë nana vet se unë jam e sëmur, e ka lemrua. Mirë po, kam qef me jetu mas tije. Të shoh apo fiton apo të vrasin. Ka thonë nëse të vrasin, pra shpërblim të Zoti. E nëse fiton, më kënaqet cili me fitoren tane. Kjo ka qenë Esma e bia e Abu Bakr Sidikut. Pra nuk ju ka ankur djalit vet, por i ka thonë unë jam e sëmur, po s'kam qef me dek pa të pa kështu dhe kështu. Thot vllai i tina mas 10 ditëve e kanë vra Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an. Këto çfarë argumentojnë të ndëruar xhamatli? Se besimtari jeton me sprova, jeton me bela, jeton me fërkime, jeton me telashe. Kështu është natyra e kësaj bote.